Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot kam sjell një recetë shumë të veçantë dhe shumë të pëlqyer nga ana ime. Do përgatis reçel nga lëvorja e shalqinit apo bostanit, varësisht se si i thoni. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Merr pak një kohë të gjatë, procedura e përgatitjes mirë po ja vlen sepse bëhet shumë i shijshëm. Filloj me përgatitjen. Në fillim e marrim kështu lëvorën e bostanit apo shalqinit, varësisht se si e quani, e ja largoni lëvorën, ja largoni këtë tulin e kuq, pra e kam lënë një pjesë të lëvorës që ta demonstroj se si e kam bërë dhe e preni në katrore, në forma të zgjatura, varet nga dëshira, pra e kam lënë një pjesë kështu që ta demonstroj. Këto i kam bërë pak kohë më përpara për arsye kohe. Ja largoj këtë pjesën e kuqe, këtë tulin e kuq. Pra duhet ta zgjedhni një bostan me lëvore të trash. Ja largojmë lëvorën. Lëvorja i largohet lehtë, nuk është shumë rand. Ja pra. Ja kemi larguar, e kam prej kështu të gjithë në si katrore dhe më pas i kam dhënë formën. Këtu kam një thik patatësh, do i del forma shumë e bukur dhe me të do ja jap formën. Prej nga të gjitha anët që t'i bëhet forma. Dhe tash filloj që ta bëj në format zgjatura, kështu si llokuma. Dhe pasi kemi bërë prerjen e të gjithë lëvorës, pra ja kemi largu lëvorës, ja kemi largu këtë lëkurën e trash, e kemi prej kështu në katrore, atëherë më marrim gëlqere, cilën e kam vendosur në një shami 2 lugë gjelle me gëlqere dhe i kam vendosur në ujë, i kam lënë për 3-4 orë dhe kam fitu këtë lëng të gëlqeres, i hedhi kështu lëvorën e bostanit. Dhe e lënë dikun për 2-3 orë të qëndroje kështu lëvorja e bostanit që më pas ta bëjmë reçelin. Pasi lëvorët e bostanit kanë qëndruar në lëngun e gëlqeres për 3 orë, atëherë ato i kam shpërlar mirë me ujë dikun 5-6 herë, i kam kulluar dhe tash do i kaloj në një tenxhere. Kam zgjedhur kështu një tenxhere më të madhe se masa e tyre. Ju hedhi ujë derisa të mbulohet niveli i tyre. Ja vendosi tenxherës kapakun dhe i zi në temperaturë mesatare për 10 minuta lëvorët e bostanit. Lëvorët e bostanit janë zi mjaftueshëm, do me thoni kam zi 10 minuta nga momenti që ka fillu të vloj. Tash i largojna nga zjarri dhe i kullojna mirë në një kulluese. Lëvorët e bostanit janë zi mjaftueshëm, ju kemi largu dhe ujin, kemi vendosur në një kulluese që të kullohen mirë, pra kanë marrë një pamje të mrekullueshme, si të llokumave zhele. Atëherë marrim një tenxhere. Marrim tenxherën që bërëm zirjen ose çfarë do lloj tenxhere dhe hedhim sasin e njëjtë, pra unë kam pas 1 kg 600 gram me lëvorët të bostanit, 1 kg 600 gram me sheqer do i hedhi, pra duhet jetë masa e njëjtë me lëvorët e bostanit dhe me sheqerin, pra i kam marrë këto para kohës së zirjes dhe ju hedhi një gotë 250 ml me ujë. 250 deri në 300 ml i hedhim ujin, por besoj se kësaj radhe 250 ml është mjaftueshëm sa të lagët sheqeri, që hedhim ujë dhe zim zjarrin në temperaturë mesatare, e zim shërbetin, kështu duke përzir vazhdimisht. Shërbetin e kam zirë dikun 6-7 minuta nga momenti i vlimit dhe tash do ja hedhi
lëvorën e bostanit dhe kështu në temperaturë mesatare do e zi rreth 15 minuta, duke e përzirë her pas here. Pas 15 minuta zirje, fikim zjarrin dhe i lajmë kështu në zjarr, i lajmë për 6 orë, ena nuk e mbulojmë me kapak gjeri sa të ftohet tërësisht që gjatë kohës së avullimit mos të kthehet uji sepse do ja bëj lëngun më të hollë, i lajmë një herë që të ftohen tërësisht dhe më pas i mbulojmë. Pra kjo ishte seanca e parë e zirjes. Pas 6 orëve, reçeli duket kështu, ka fillu që të marrë pamjen e duhur dhe lëvorja e bostanit e ka marrur shërbetin atë sa duhet dhe i zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zim reçelin 15 minuta nga momenti që fillon të vlojë, kështu duke përzirë her pas here. Pra kjo është seanca e dytë. Shifemi pas 15 minutave. Pas 15 minuta zire, fikim zjarrin dhe e lajmë kështu që reçelit pushoj për 4-5 orë, nuk ja vendosim fare kapakun ose ja vendosim kur të ftohet plotësisht. Kjo është pra seanca e dytë. Pas 4 orëve, përsëri lëvorët e kanë marrë shërbetin aq sa duhet dhe i zim zjarrin dhe përsëri në temperaturë mesatare i zim për 10 minuta tjerë. Kjo është seanca e tretë dhe seanca përfundimtare. Pas 10 minuta zirje, atëherë marrim kështu një enë të vogël, shtojmë një vanilë sheqeri për aromë, ju mund t'i shtoni çfarë do lloj aromash, mirë po me vanilë sheqeri mu më pëlqen. Tu kam gjysmë paketimi të vanilës sheqeri sepse kam përgatitur masa më të vogla të reçelit dhe një lugë të mesme me limon tuz. Ja shtoj një filxhan jo të mbushur plot me ujë. E përzi masën dhe ja hedhi reçelit. Këtë masë e përzi. Limontuzin ja hedhi për arsye që mos të kristalizohet shërbeti e reçelit. E përzi dhe kështu në këtë temperaturë e zi dhe 3-4 minuta tjera. Reçeli është gati për ta larguar nga zjarri, ka dhe pamjen ashtu siç duhet, ka dali fort, tamam siç duhet. E largojmë nga zjarri për ta vendosur apo për ta kaluar nëpër kavanoza. Reçeli tash është gati të kalohet kështu nëpër kavanoza, pra duhet jetë reçeli vali nxehtë, kavanosi vali nxehtë, duhet nxehet kavanosi dhe t'i vendoset kapaku i ri dhe masi që t'i mbushni do i ktheni në këtë mënyrë, do i lini 24 orë dhe kështu do të ruhen për 2 vite ky reçel. Mirëpo unë nuk do e hedhi pasi që do e konsumojmë kështu brenda kohës, brenda një jave. Do e lanë që të ftohet dhe do e vendosin në kavanoz të ftohtë, kështu do e ruajnë frigorifer. Besoj si u ka pëlqyer mënyra se si unë e kam përgatitur këtë reçel nga lëvorja e bostanit. Miru takoshmi për receta tjera.